Ka nisur me 220 lek, ka shkuar me 250 edhe brenda ditës e ulën me 150 lek. Të dielën ishte me 220 dhe të henën ishte me 150. Sot ishte mërkur, nuk po marrin as me 150 sepse duan ta çojnë në 80 lek kilogramin siç e quan vjet. Sepse vjet neve nuk morëm lekët tona, ne kemi shpenzime të papara. Keni marrë subvencione ndonjëherë? Asnjëherë subvencion nga shteti. Ne marrim tokat me qera 50.000 lek një dylym tokë. 50.000 një dylym, plugimi, frezimi, farat, mbjellit, plasmast, hekur, plerat bazë, plerat jedhëm një herë në 10 ditë, mua për vete, 1 hektar më ka shkuar 5 milion lek. Juve në bisedë më parë thatë që jeni socialiste. Kaq vjetë që jam dhe do mbetëm socialiste, por problemi është sepse nuk ka kjo punë as socialist as demokrat, sepse mbi gjitha jemi njerëz, duam të ushqemi, jemi në vendin tonë. Kryeministri thotë shumë bukur që mos ikni nga Shqipëria, punoni, rinia mos iki. Un kam 4 fëmijë, mua mi mori migracioni fëmijët, sepse ja, burjëm. Vjet unë hodha gjithë ato lekë dhe s'mora gjysma, si vjet me zi mbajta një djalë këtu, edhe ai po më thoshte me mam ç'a do bëj. Më mbajte